e përmendë që ka qenë një adaptim lehtësisht i mirë, por tani do doja të ndaleshim tek ajo pika kur ju e keni përzgjedhur profesionin e juaj. Në cilin moment ndoshta ose dikush nga familjarët e juaj ka vërejtur që ju keni një talent për aktrim? Unë në fillim dësha të bëna hoqë, aktor. Se thëshin se hoxhallarët kapin shumë femna. Jo, Ishte një shaka, okej. Ja, dësha me të vërtet, me ndëshna të bëhem hoqë, por jetëshim në Norvegji, edhe të shku në të një gjami e pakistanezve, se shqiptarët s'kishin gjami në Oslo në atë ko, edhe e apatën hudh një granat, këto norvegjest, gjamis. Edhe unë kur mrina atje policia kishë ndërprej krejt se nu afroshe, edhe shkova në shpi. Edhe nana atër më tha mos shko ma, se ke pat fat që s'ki qenë ati, nuk u mytë askush, po bëllë që kanë fugë një granat. Edhe prej atërë ka dan nga dal, nuk disha qka të bëj, edhe tu punu me një diqan që kisha bashkë me vlaun tim, një italian fotograf ishaj, e thasha, ka mësi të bëjsh do foto, vinë studio të bëjsh do foto, vetëm për mu, për qefës, nuk kisha plan bëna aktor, edhe kuj Renato e ka emnin, Renato Manzi, edhe sot e kam shok në Facebook, edhe pëse kom pa gjarko. Tha, okej, bëni disa foto, edhe nuk mi të foto, thash, mi jep foto. Tha, jo, ja këmë dhonë një shoqës time, jo ka një këshu agjensi për aktor, për model, këshu në Oslo, edhe kur i ka pa foto, tha, e kje një ftyrë shumë të veçant, nuk ka në Norvegji si ti. Koptan e tha, ti mund të fitesh lek këshu me reklama e diçka si italian. Për kemë thëjka atërë, mos të tërgua si e shqiptar, thëjve italian, se të të ftojnë në reklama për supat italis, që i mora krejt reklamat. Qëmë kur fillova të shkoj, Toro, supa, loj, Paraqiteshit si italian, do me po, italian. Nënën e kisha prej Sicilie, baban prej Roma, mus me intereson, vë që ti fitoj role të di. Edhe ka pat një rast, shkova një supermarket me nënën time, prej Mharq, edhe sa hi brenda, ishe kështu një gondola, si në Venecia, si për ata, edhe një figur, sa unë në kam, po unë isha, ftyra ime, krejt trupi im, edhe nëna ime të thëkë, u frigu kur e pa ju ka haru, se unë e kam bëhat reklaman, edhe prej ati filloj. Sidomos se edhe nënës ju duke interesant, koptan, edhe mu më bënd të lumëtur kjo që asaj ju duke interesant, se unë e marrë pjesë, ose më shifte në televizor në deri reklam. Edhe ashtu filloj